nga Parku Olimpik për të kuptuar se në çfarë faze ndodhet procesi dhe kur pritet të mbarojë përfundimisht. Mona, përshëndetje, linja për ty. Të përshëndes Klodi, duket se edhe votat dhe numërimi i votave të diasporës sa i përket listave preferenciale është drejt fundit, ku ka mbaruar numërimi në 11 qarqe dhe qarku i fundit që ka mbetur për të nxjerrë në fakt edhe votat e fundit të kandidatëve në listë të hapur është Elbasani. Në Parkun Olimpik, siç mund ta shikoni pas krahëve të mi, është bosh, le të themi, salla, ndërkohë që vetëm qarku i Elbasanit vijon numërimin me vetëm 12 kuti të mbetura sa i përket listave preferenciale. Duke se diaspora tashmë pothuajse e përfunduar nuk solli një ndryshim të rezultateve përveç 2 qarqeve në fakt atë të Tiranës dhe të Vlorës, ku në Tiranë sa i përket votave brenda vendit ishte kandidatja socialiste Blerina Gjylameti, ajo e cila fitoi sa i përket votave brenda vendit, por diaspora bëri diferencën ku ish ministria e jashtme kandidate sërish e Partisë Socialiste Olta Xhaçka fitoi me 100 vota më shumë nga votat e diasporës, pra ajo e solli ndryshimin sa i përket kandidatëve në listë të hapur në qarkun e Tiranës në Partinë Socialiste. Ndërkohë, një garë e fortë gjithashtu ishte edhe në qarkun e Vlorës, ku Klevis Kaso dhe Vasile Llajo ishin në garë me njëri tjetrin, një herë u përmbys rezultati duke nxjerrur në fakt Klevis Kason si fitues për të marrë mandatin në Vlorë, por sërish votat e diasporës bën diferencën, ku ishte Vasile Llajo ai i cili në fakt e ruajti mandatin e tij si nga votat brenda vendit, ashtu dhe nga votat e diasporës. Ndërkohë që Elbasani është qarku i fundit me të cilin po numërohen ende vota sa i përket listave preferenciale, nuk mund të sjellë ndryshim në fakt pasi kanë mbetur vetëm 13 kuti, një numër i vogël i zarfeve, kandidatët të cilët i kanë marrë mandatet e tyre tashmë i kanë të fituara dhe nuk mund të bëjë një diferencë edhe votat e Elbasanit, por edhe ky qark është drejt fundit dhe pritet që pas mesditës të sotme të kemi dhe rezultatin përfundimtar edhe nga votat jashtë vendit. Duhet të kujtojmë në fakt dhe sa i përket dhe votave brenda vendit, ku Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dha një urdhër për të hapur dhe për të numëruar disa kuti në qarkun e Durrësit, të cilat në fakt më herët ishin cilësuar të pavlefshme nga komisionerët e KSAZ-ve, por me urdhër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ato janë cilësuar të vlefshme dhe kanë dhënë urdhën që tashmë të rihapen ato dhe të numërohen. Sigurisht edhe në qarkun e Durrësit nuk mund të sjellë një ndryshim rezultati pasi tashmë votat dhe diferenca atyre e kanë bërë të vetën dhe kandidatët të cilët kanë fituar tashmë i kanë marrë mandatet e tyre, por sigurisht këto mund të shtojnë ose mund të ulin votat për disa kandidat. Kjo do të varet edhe nga vullneti politik që mbetet brenda atyre kutive. Me sa duket tashmë i kemi rezultatet. Partia Socialiste është fituese dhe ka dominuar në le të themi në 9 qarqe, ku vetëm në 3 qarqe ka dalë si fituese Partia Demokratike. Duket se edhe diaspora në fakt Klodi ka pasqyruar po të njëjtin vullnet politik që ka patur edhe shqiptarët brenda vendit, duke nxjerrë kështu edhe diaspora, pjesa dërmuese e tyre ka votuar për Partinë Socialiste. Nuk mund të presim një ndryshim rezultati, por kjo do të mbetet për të parë se cilat do të jenë dhe numrat e fundit që do shkojnë drejt kandidatëve në lista hapur, sa i përket qarkut të Elbasanit. Klodi? Faleminderit, Mona, për detajë që përcjellën në studio, punë të mbar për ty.